Vajzat si janë njerëzit. I kishin kërku një djalit që ta mashtrojnë Merinën, ta sjellin deri në atë vend që ato ta rrafin. Fëmijë, do me thonë 1 orë, 2 orë mu vonu dhe është e lemon 1 natë, 2 natë, 3 natë nangë. Kjo është të merë. E sidomos se kur e kom publiku video, foton që vajza është zhduk, më ka dhinë shpirti. Jam kanë të mërësisht e traumatizume, e thyme në shpirt, e lëndume, me thonë, është shumë e friksume, nuk do me folë. Merina Sylla, një vajzë 15 vjeçare shqiptare që jeton në Strasburg, ishte zhdukur që prej 14 marsit. 3 ditë më pas, ajo u gjet e nëna saj Silvia, ekskluzivisht për Insajderin, tregon se çfarë ndodhi gjatë kësaj jave. Pse sipas saj vajza u zhduk e çka përjetoi gjatë ditëve sa nuk ishte në shtëpi. Zonjë, siç e di me datë 14 mars vajza juaj është zhduk, me çfarë që nëpërmjet rrjeteve sociale e keni lajmëruar këto, ku keni bërë dhe apel që kushdo që sheme ju lajmëru juve. A mund të shme nga tregu fillimisht për këtë pjesë, për sa ditë vajza ju i ka qenë zhdukur edhe qysh ka qenë gjithë këtë periudhë? Vajza ka qenë zhdukur për 3 ditë plota. Vajza është gjekë pasi unë vendosa në bëhë publike, foton e saj vë në shpënda. Edhe pasi që nuk ka zgjidhje tjetër, do më thonë, unë detyrova me bëhë atë edhe falendru asaj që e bana dhe njerëzve e me të vërtet u gjendë. U gjendë se u bëhet që madhe, edhe që ato persone që ishte me ta e u ndikoj që në telefonu. Rasti ka qenë i paraqitur me polici, edhe në policinë franceze, me qenë se ju jetoni në Francë, mirë po, me atë sa po kuptoj, ndikime më të madh për me gjetë vajzën ka qenë për shkak se ju e keni shpërndar lajmin edhe njerëzit e kanë pa. Po. Po, përgjendje shëndetësore, qysh është aktualisht vajza dhe, do më thonë, brenda kësaj periudhe, brenda këtyre ditëve, qysh ka qenë? Do me thonë, është shumë e friksume, nuk do me folë, nuk ushqehet mirë. Sigurisht që ka kalu trauma shumë të mëdhaja edhe i duhet kohë, po më rëndësia është që është shtëpia është dhe sigurt. Natyrisht i duhet edhe mbështetje prej psikologëve, se më sa ke tregu, vajza ka përjetu sane jo të mira, para se me u zhduk, do me thonë para datës 14 mars. Se mund është me nga tregu se si pas jush, natyrisht si non, qka ka ndiku që vajzës me ju përkëtsu gjendja psikologjike? Mendoj që situatat që nuk ka mujtë vetë me menagju, do me thonë që sa vite ka përjetu zonë dhe skena, është e rendume psikikisht dhe ne të rritëm, mu të ruaj shumë vim dhe një pikë se ma nuk dim qka, nuk dim se të reagojnë. E keni fjallën për dhunë fizike, dhunë psiqike, qëfar lloj dhunës? Po, edhe kuptova tash, po e thëmë është ekskluzive për ju, se vajza nuk fliste. Qka e ka shty vajzën kur ka dalë, kjo i kishtë dhanë, i thëjmë termin, apo i kishin vendosë në rrjetet sociale, se edhe kishin dhanë të me thënë për mu për lesh, i kishin kësnu. Dhe prap ato njëjtat vajza, kur i them këto, me plot përgjithësi kam gjithat provat me shkrim, i kishin kërku një djalit që ta mashtrojnë Merinën, ta sjellin deri në atë vend që ato ta rrafin. Kjo, dhe me thonë që nuk është hera e parë që kishte reagu kështu, kur ato i kërkojnë që kjo me dalë mu ballafaqu me ato, kjo e bën se ka frikë. Pse, qysh tash tjetë mund me paragjiku, por mendjen e saj dhe në moshën e saj ka di. Vajza është 15 vjeçare, është e mitur akoma, edhe po thoni që njerëzit të cilët i ka pas për rast që ka konsideroj se janë të shkollës, fëmijët e tjerë që i kanë shkollë, e kanë Fshatarët sajën. Po, e kanë organizu si në lloj termini shkollës dhe jashtë shkollës. Që Kjo ka dalë me qëllim që mu përvesh me to. Nuk e ka mendu ma gjatë që ka mendodhë. Kjo ka dalë komplet e panikume dhe e friksume. Tash mundën me pyet po si. Asu nuk e kuptoj si, përveç se e di ka qenë ekstrem e friksume. Nështë mos e kanë kësnu vajzën që me shku atje dhe me u taku? Nështë e kanë detyru? Sigurisht që e kanë kësnu, po. Se këtu është në mod, kjo dhe me thonë në senat, i kam edhe provat, kjo thanë provat me fotografinë për rrjetet sociale, se kur thonë nëse nuk deltin këtë orë në këtë vend, ta bojnë kështu. Kjo detyru me dalë, me forcat e veta, nuk e di si e ka mendu me a dalë, ashtu ka dalë. Po, gjatë këtyne 3 ditëve sa nuk ka qenë shpe, a i ka ndodhë diçka për shembull, a ka rrahë dikush se
Nëse sa do që mundesh me na tregu? Faktin me sa e di unë e jo, ka qenë shpi, e friksume po sa dush, po nuk besoj që e kanë. Po, ma herët, para kësaj që tregove që e kanë postu në rrjetet sociale dhe kanë e kanë organizuar atë lloj takime, është bullu vajza prej njerëzve tjerë, sidomos prej nxënësave tjerë mbrana ose jashtë shkollës? Po, rregullisht. Kjo i ka ndikuar edhe në gjendjen psikologjike, besoj. Po, patjetër. Po, ju si prind, gjatë një javë gati, qysh ka qenë gjendja ju? Besoj që keni qenë edhe të shqetësuar natyrisht. Jam kanë të mërësisht e traumatizume, e thyme në shpirt, e lëndume, e friksume gjitha. Se ti në ato momente me ndonë ma të keqen që mundet me t'i ndodhë. Po ta... E është smi, do me thonë 1 orë, 2 orë mu vënu dhe është e lemon 1 natë, 2 natë, 3 natë nangth. Kjo është të merë. Po edhe ma herët kur falëm tregove që edhe tash, edhe pse e ki në shtëpi, prap nuk je e qetë, se natyrisht kujtohen gjithë ato që i ka përjetuar. Nuk jam e qetë, ka fillu me marrë mesazhe. Do me thonë se unë ja kontrolloj Instagramin vetëm që e ka. Tu marrë mesazhe kërcënuese. Andaj mund edhe njerëzit me spekulu, ke parasysh që shfrytëzojnë këto gjana, tu jep informacione, po për atë jo nuk është të sigurt. Vajza nuk gëzon me shku në shkollë. Me atë sa mundesh me na tregu se natyrisht ky rast është në procesin të organet kompetente. A është marrë ndaj mas, për shembull, me ndru vajzës shkollën ose ndaj fëmijëve tjerë që kanë bërë këto? Për momentin, unë jam të kontaktu me akademitë, do me thonë të Strasburgut, me qëllim që me vunë, do me thonë, në funksion atë shkollimin në shtëpi, do me thonë që vjen profesor dikush dhe e mëson. Zonjë, tregove që ki edhe fakte, përveç atyre bisedave që tregove fotove që i ke pa në rrjetet sociale, a ki diçka tjetër që nështë sipas teje mundet me dëshmu bullizmin ose dhunën që vajza ka përjetuar? Me atë sa ke mujt me gjetë. Ka shumë fakte, po me shkrim nuk besoj që ja vlen me të në emisionet shqiptare. Po me qenë se janë frëngjisht ato. Ta thënë, unë ka vendos edhe e kisha, të me thonë, shumë të qartë se ma nuk jap asnjë vetëm intervist, të ke fundit unë nuk kam asnjë lavërdi për kësaj. Të falenderoj ti që insistove dhe jam shumë i lumtur që më jepet këtë mundësi, sepse azat si janë njerëzit. Është një jashtu quajtur, e veç shpallur gazetare këtu në Strasburg, që për momentin identitetin e saj nuk do ta them, nga organet shumë të besueshme, organe jota ka persona të besueshëm, më kanë telefonu që ajo persone, ajo gazetare, ashtu marrë informata, dezinformata i thëmë, dhe është kundër meje. Kinë se unë po gënjej, kinë se unë po i thëmë të vërtetën, kinë se s'është e vërtet që kolegji nuk e kanë mbrojt vajzën, që organet kompetente nuk kanë ndërmarrë asnjë gjë. Po i zonjë nderuame, kam vetëm një mesazh, se mi thanë zonjë duket pak. Moj bushtër. Si mendon, vune gishtin kokë dhe thirrri mendjes. Me çfarë logjike del ka një nanë me gënjy edhe në këtë rast me i shfaq ato video të dhunshme. E sidomos se kur e kam publiku foton që vajza është zhduk, më ka dhinë shpirti. Edhe kur unë kam fakte, kam edhe video që nuk kam dashur me i publiku më herët, që ju kam dhënë ekskluzivisht për ju. Zonjë, edhe për fund, a keni qenë një uris para 14 marsit se vajza ka përjetuar dhunë, është bullizu? Po. A ka ditë shkolla? Ka shumë raste që më qenë djeni, ka shumë që nuk kam qenë djeni. Dikush për shkollës, për stafit, a ka ditë, në rrasë se e kanë ditë, a kanë marrë masa? E kanë ditë dhe nuk kanë marrë masa. Janë mundu gjithmonë me largu përgjegjësinë prej vetës. E natyrisht, nëse kjo që po e thoni është e vërtetë, atëherë i vjen që vajzës ja kanë rënduar edhe më shumë gjendjen psikologjike. Patjetër, se kjo në çdo mënyrë është ndjeje pa mbrojtur. Shkolla e pa mbrojtur, prej fëmijëve pa mbrojtur, prej meje ka pas frikë,